Mirdita njerëz të mirë. Ju përshëndes nga zemra. Dua ta përshëndes shokun tim, mikun tim që punoj koxhamati me Erkondin, që kemi bërë shumë klipe që nga fillimi i karrierës time, por edhe ai kur ka qenë i ri, e kam shumë mik të mirë. Por dua ta përshëndes dhe familjen e tij, familjen e Xhestit, fansat e Xhestit, bashkëpunëtorët e Erkondit, me një porosi që është shumë e rëndësishme, me i ullë tensionet, me i ullë gjakrat dhe mos me u gëzu këti ose kësaj gjendje aktualisht që po ndodh mes Xhestit dhe Erkondit. Unë kërkoj nga gjithë kolegët e mi që me mundësi ta afrojmë dhe ta zbusim këtë situatë, jo me i qitë benzin për arsye se nuk ka nevojë. Çdo kujt në rrugë mund t'i ndodhë ndonjë keqkuptim, ndonjë situatë siç i ka ndodhur Xhestit dhe Erkondit. Mund vjet tepër keq që ka ndodhur kur Xhesti ka shkuar aty dhe ka bërë lloj kërcënimi, gjë që nuk është e pranueshme dhe se arsyetoj fare, por unë mund ta mendoj që Xhestin e ka nxit dikush për me bë atë gjest. Kështu që unë nuk kam raporte fare me Xhestin askur se s'kam pas ndonjë bashkëpunim, po nga situata e tij që ka pas këto kohë të fundit me vdekjen e vllaut, pa pritur domethënë e vdekje kaq i ri, edhe me vujtet që i ka tregu Xhestit gjatë kohës sa ishte në Big Brother, ne mund ta kuptojmë pak situatën shpirtërore të tij. Dhe unë mendoj që është shumë keq dhe është gjëna edhe rona edhe për familjen, po edhe për Xhestin me përjetu tani burgun për momentin që është 30 ditë para burgim, megjithëse nuk bën me u përzi në drejtësi dhe gjykatat e avokatët, juristët e njohin më mirë se sa ne këtë situatë. Unë nuk e praktikoj dhe nuk e përkraj nëse thuhet se pas kam ju ka nana atina ose këtina. Unë i kam shkruar edhe shokut tim Erkondit sot në mëngjes, i kam thonë, dua që me lejen tënde me ma leju për me ju afru Erkond, ty edhe Xhestin. Imagjinoni vëllezër e motra, që ndoshta një ditë do t'vijë koha që duhet patjetër me i folë edhe armikut që i kem këtu të përbetun, vetëm për me normalizu jetën. E lere mo që ka ndodhur gjatë kësaj rruge biznesore, sepse kjo është lloj biznesi, për biznes ka ndodhur. Unë nuk jam në atë kondin tjetër që po publikoj diçka keq rreth Erkondit, se ka ndodhur për klikime, çka ka ndodhur, e kam shkruar një ditë një postim që kur të thojmë bashk ndërtohemi për mirë ose ndërtohemi për keq. Fitojmë ose humbim, nuk ka nevojë me bë tragjike, sepse ne nuk kemi me jetu 1000 vjet. Po ka caktu i madhi Zot. Është shumë me fat kjo situatë që s'ka ndodhur ndonjë tragjedi mes Erkondit dhe Xhestit dhe atyre që kanë qelluar atë gjatë asaj kohe, por unë ju lutem shumë që të punojna me afru këta djem e pastaj më u liruan edhe Xhesti prej burgit, edhe me këshyr me afol Erkondit, sepse ky muj i shejti Ramazanit kërkon shumë njerëz që kanë shpirt madhor, shpirt që falen, edhe me normalizu jetën e me jesë përpara. Nuk kena nevojë vëlla ne me i qit barriera karrierës tonë. As Erkondi me tanat kapacitet se dihet që është shumë i fortë dhe as Xhesti sa ka fillu karrierën. Nuk ka nevojë. Pas asaj, nuk jam i përjetshëm si Labinot Tahiri. Edhe unë kam pas një karrierë të mirë, kam pas kriza, edhe unë kam pas sfida që si dini ju, po nuk ka nevojë më u bë të mëdha, sepse jeta vazhdon. Fëmijët kërkojnë prej neve me normalizu jetën. Kështu që ju lutem të gjithëve, mos i qitni benzin kësaj situate, po ftofeni dhe mundoheni që me ofru ata dy djem se janë të ri të dytë. Unë jam i gatshëm të marrë ndonjë iniciativë për me u pajtu Erkondi me Xhestin. I kam shkruar Erkondit, jam të e prit një përgjithësi nga ai, se kam shumë mik të mirë, edhe është i mirë kuptueshëm, po do të me ditë se si më u qastin njerëzit për me qenë mirë kuptueshëm me ne. Ju dua den kiamet,
me shumë sinqeritet labi ju Kosovë e Shqipërisë. Zoti ju bekoftë të gjithëve.